Ish komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Europën, generali Wesley Clark, ka thënë se Serbia duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve do të jetë i pashmangshëm në një diskutim virtual të zhvilluar nga Dhoma Ekonomike Amerikane në Kosovë në shënim të 26 vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Clark ka folur për përmirësimin e klimës së biznesit dhe ka inkurajuar Kosovën që të përqafojë bashkëpunimin rajonal me fqinjet si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, madje edhe Serbia. Ai theksoi se Kosova ka një pozicion shumë të rëndësishëm strategjik. Përfundimisht, Serbia do duhet pranojë pavarësinë tuaj dhe bashkëpunimi ekonomik do të jetë i pashmangshëm. Bota po e shikon Kosovën dhe mënyra më e mirë për të forcuar sigurinë e saj është përmes zhvillimit ekonomik dhe investimeve, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, citohet, ka thënë Clark në një bashkëbisedim me drejtorin ekzekutiv të Dhomës Amerikane, Arjan Zeka. Ka folur edhe për rëndësinë e sundimit të ligjit duke kërkuar që Kosova ta forcojë atë dhe ta përdorë për të ndërtuar besimin e investitorëve. Clark ka bërë thirrje për investime në infrastrukturë dhe energji, duke vënë në dukje rezervat e bollshme të linjitit të Kosovës, si dhe ka avokuar për transformimin digjital të vendit, përmirësimin e sistemeve tatimore, lidhje në brezin e gjerë të internetit dhe sigurinë kibernetike për të luftuar dezinformimin dhe përmbysjen e jashtme. Ai u ka bërë thirrje liderëve të Kosovës që të ndjekin qeverisjen e pastër, unitetin politik dhe të mbajnë një barazpesh të fortë ndërmjet qeverisë dhe sektorit privat. Vetëm qeverit nuk mund të nxisin rritjen, ju nevojitet sektori privat, veçanërisht në teknologjinë e informacionit dhe shërbime, ku talenti dhe aftësitë gjuhësore të Kosovës mund të shkëlqejnë, ka theksuar Clark. Ish komandanti foli edhe për rëndësinë e kthimit të rinjve në Kosovë për të kontribuar me idetë e tyre për zhvillimin dhe të ardhmen e Kosovës.